Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit, për të folur mbi dinamikat më interesante që po ndodhen tashmë në jetën e artistëve shqiptar. Dua të ndaloj të flas për një dyshe që ndryshe nga personazhet e tjerë, ndryshe nga artistët e tjerë, ato kanë vendosur që të jenë të lumtur, ato kanë vendosur që të ndjekin zemrën e tyre, ato kanë vendosur që ta shijojnë dashurinë. Do flas pikërisht për Selinën dhe për Gimbon. Selina dhe Gimbo, që në momentin kur kanë dalë nga Big Brother, pa marrë parasysh se sa të angazhuar kanë qenë, pa marrë parasysh se çfarë sfida i kanë pritur përpara, ato kanë ditur që të bëjnë lëvizje aq të bukura, aq të sinqerta, aq të drejta, që na kanë bërë të gjithëve, na kanë bërë për vete, do të thënë na kanë bërë të gjithëve që të fasionohemi pas tyre. Selina dhe Gimbo, ditën e djeshme, kanë nxjerrë disa fotografi që me thënë drejtën mua më pëlqyen pafund. Janë aq të afërt, kanë krijuar një marrëdhënie kaq pozitive, janë lidhur kaq shumë me njëri tjetrin që duket që kanë gjetur një rehati, sepse dashuria është momenti kur ti e gjen rehatin tek njeriu në krah. Ajo është dashuria. Dashuria nuk është një institucion të cilin ne mund ta hapim, ta shohim. Jo, dashuria është një ndjenjë, është një moment, është një vërtetësi, është një lumturi shpirtërore që nuk shpjegohet me fjalë. Dhe realisht Selina dhe Gimbo, po t'i shohim në mënyrë të detajuar, i përjetojnë këto emocione, i përjetojnë këto ndjesi. Selina ka qenë shumë aktive në Instagram, ndryshe nga Gimbo, duke ndarë momente të Gimbos, duke që çifti ka preferuar që këtë fundjavë ta kaloj në një nga vilat më të bukura shqiptare, për të pushuar, për të relaksuar, për të jetuar çaste të mira. Do me thënë, shoh nga Gimbo dhe Selin që do me thënë punojnë, fitojnë edhe i shijojnë ato lek për qefin e tyre. Marrëdhënia duke që është shumë e lumtur, duke që çifti kanë gjetur rrugë të bukur, duke që çifti kanë gjetur paqe mes njëri tjetrit dhe po e shijojnë momentin e tyre. Do me thënë shoh një dashuri, shoh një emocion të jashtëzakonshëm. Të gjithë duan në fakt që ta shohin Selinën dhe Gimbon në altar, të gjithë duan që t'i shohin në një lëvizje pak më të veçantë, por unë mendoj që gjërat e bukura vinë në kohën e tyre, gjërat e bukura vinë në momentin e tyre. Rëndësi ka që ne të japim emocionin, rëndësi ka që ne të japim dashurinë dhe më pas patjetër që Zoti na realizon çdo gjë.